Vetëm një ditë pasi dëshmitari italian Gabriele Tarroni Longinoti pranoi se ka gënjur në këmbim të parave në dëshmin, ku pretendonte se Erion Velia i ka marrë pjesë në blerjen e një inceneratori të dështuar, ka ardhur dhe reagimi i kryebashkiakut të Tiranës. Me anë të një postimi në Facebook, Velia i ka cilësuar pretendime si një kurth i ngritur ndaj tij, që e sollën në situatën në të cilën ndodhet aktualisht. Po postoj për të gjithë rrëfimin e parë të një serie rrëfimesh, nga ata që me ose pa dashje kontribuan në kurthin e ngritur ndaj meje, që prodhoi një hetim të paligjshëm nga anonimati. Lexojeni se prej kësaj gënjeshtre të parë nisën protestat e rreme, u amplifikuan me kallëzime anonime, u ngjizën akuza me kërcënime dëshmitarësh e u bitis me shkallmimin e kryeqytetit ton, Tiranës. Ndaj, secili duhet ta lexoj apologjin notariale të Gabriele Tarroni Longinotit si leksion për të ardhmen. Për dëshmitarin italian, kryetari i bashkisë i shkarkuar nga qeveria kishte këtë mesazh. Për italianin, që as më nje e as e njoh, por që nisi një zinxhir jetë shkatërrues ngjarjesh, që të kuptoj se nuk jam hakmarrës, por ai dhe kushdo tjetër këtu në Shqipëri duhet të kuptoj që fjalët kanë peshë, e kur janë të rreme thyen karriera, qytete e familje, që do të duhen dekada të rikuperohen. Velia i thotë se do të luftojë betejën jo vetëm për veten e tij, por edhe për qytetarët e Tiranës. Dua t'u them se unë jam i burgosur, por nuk jam në burg. Jam i qetë dhe i çliruar në ndërgjegjen time. Shpresoj që të keni fuqi të çliroheni nga burgu i ligësisë suaj ku keni mbyllur veten, pasi e vërteta e rrëfimit do t'ju bëj të lirë. Por, më rëndësishmja e bëj për çdo shqiptar që jeton me frikë, mos përgjohet, kërkon linjë të sigurt të flas me të shtëpisë, kthen kokën pas, mos po e ndjekin, vë gishtin mbi buzë se mos dëgjohet, apo fshe telefonin poshtë vitheve në karrike. Reagimin e tij, Erion Velia e mbylli me disa pjesë nga rrëfimi i Gabriele Tarroni Longinotit, i cili shprehet se nuk është takuar kurrë me kryebashkiakun e Tiranës dhe se nuk ka njohuri që ai ka marrë pjesë në blerjen e një inceneratori.